A është qeveria shqiptare e mbështetur nga krimi i organizuar? Faktet që ushin dyshimin dhe kriza e besimit publik. Në Shqipëri, fjalia krimi i organizuar ka hyrë në politik, nuk është më vetëm thashethem kafenesh. Ajo është kthyer në temë institucionale, e përmendur në raporte europiane, në operacione ndërkombëtare dhe më e rëndësishmja, në dosje penale ndaj zyrtarëve të lartë. Dhe pikërisht këtu nis problemi, kur drejtësia heton nivele të larta, ndërsa politika reagon me propagandë, presion ose relativizim, qytetarët e ndjejnë se shteti nuk po pastrohet, po lufton për të mbijetuar. Një kur vetë SPAK flet për presion nga krimi dhe politika. Në raportin vjetor 2024, SPAK liston si sfidë presionin e jashtëm nga krimi i organizuar, politika dhe aktor mediatik, duke theksuar se kjo dëmton pavarësinë dhe efektivitetin e hetimeve. Kur institucioni që heton korrupsionin dhe krimin e organizuar thot publikisht se këto interesa ushtrojnë presion, kjo është sinjal alarmi, jo për thashetheme, por për sigurinë e shtetit ligjor. 2. Kur Europa dokumenton përparim, por edhe korrupsion të përhapur. Komisioni Evropian dhe kapitujt e rule o fla o raportet për vendin, pranojnë progresin në ndërtimin e një track krecor nga SPAK, dënime dhe përdorim më të mirë të hetimeve financiare e konfiskimeve, por theksojnë se korrupsioni mbetet problem serioz o i despread në sektor të ndjeshëm. Ky është kontrasti brutal. Institucioni po lëviz, por terreni ku vepron është ende i hermuar. 3. Dosjet ndaj figurave të larta, pse publiku e lidh me kapje. Në një demokraci normale, hetimet ndaj zyrtarëve të lartë janë mekanizëm pastrimi. Në Shqipëri, ato janë kthyer edhe në provë sociale se sistemi ka qenë i infektuar. Media ndërkombëtare ka raportuar për çështje të nivelit të lartë, si masa o akuzën ndaj kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, për korrupsion, ai i mohon akuzat. Hetime akuzën ndaj ish-krerëve të lartë politik, të raportuara më herët, duke bërë panoramën të rëndë për besimin publik. Këto nuk provojnë mbështetje nga mafia si doktrinë qeverisjeje, por provojnë diçka po aq të rrezikshme. Përzierje e shpeshtë e politikës me korrupsionin e nivelit të lartë, e cila është porta më e zakonshme ku krimi i organizuar fut ndikimin e vet. 4. Europol, rrjete shqiptare të krimit të lidhura me korrupsion. Europol ka publikuar njoftime ku flet për goditje ndaj një grupi të dhunshëm shqiptar të lidhur me korrupsionin, të zbuluar përmes analizës së komunikimeve të koduara (SKUS). Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme sepse tregon modelin modern. Krimi nuk kërkon të qeverisë vetë, kërkon të blej akses, heshtje, favor. 5. Korrupsioni elektoral, pika ku paraja e pistë dhe pushteti bëhen një. Komisioni Evropian ka përmendur strategji dhe mekanizma bashkëpunimi për hetimin e korrupsionit elektoral, PSH. Koordinim SPAK k prokuroria, si përpjekje për parandalim. Kur zgjedhjet preken nga para, presion apo rrjete, atëherë pyetja a mbështetet qeveria nga krimi, nuk është teorike, bëhet pyetje mbi legjitimitetin. Atëherë, cila është përgjigjja e ndershme? Përgjigjja profesionale është kjo. Nuk ka një certifikim të vetëm që të thotë qeveria, mafia. Por ka indikator serioz dhe të dokumentuar, presion mbi SPAK, korrupsioni i përhapur, rrjete të lidhura me korrupsion, çështje të profilit të lartë, rrezik korrupsioni elektoral që e bëjnë dyshimin publik të arsyeshëm dhe të rrezikshëm për demokracinë. Në terma të thjeshtë, edhe nëse nuk thuhet mbështetje, realiteti tregon se hapësira për depërtim ka qenë e madhe, dhe kjo është faji i shtetit, jo i qytetarit. Çfarë do ta vriste realisht këtë dyshim? Jo fjalimet, jo pëj, jo sukseset e montuara. Vetëm 4 gjëra e thajnë lidhjen politik, krim. Konfiskim pasurie i shëndrueshëm, ndjekje e parave, jo vetëm personave. Dënime finale në nivele të larta, pa standard të dyfisht. Transparencë totale për prokurimet, lejet, koncesionet, pronat publike. Garë zgjedhore e pakapur, goditje reale e korrupsionit elektoral. Deri atëherë, dyshimi do rritet. Sepse një popull që nuk sheh drejtësi, e interpreton çdo heshtje si marrëveshje.